Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi këtë të mërkurë se progres e raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë reflekton realitetin e errët të vendit, duke nisur nga sistemi i drejtësisë deri te korrupsioni dhe krimi organizuar. Ai theksoi se raporti nuk përmend asnjë sukses të qeverisë dhe nuk evidenton progres të dukshëm. Nderuar qytetarë se n'asnjë rresht, n'asnjë fjalë nuk përdoret fjala shkëlqim, nuk përdoret fjala jashtëzakonshëm, nuk përdoret fjala outstanding. Asnjë nga këta cilësor nuk ekziston në raportin e Komisionit Evropian, që të gjitha janë shpikje pasionante të individëve të caktuar që kërkojnë të dizinformojnë ju, të fshehin të vërtetat që përmend raporti. Se këto deklarata i shëmbëdhejnë deklaratave Donald Tusk që thoshte në kulmet e kanabizimit të vendit, përgëzoi policinë për suksesin e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës. Raporti thotë se demokracia nis me zgjedhje, siç është e vërteta. Zgjedhjet janë të manipuluara dhe jo të lira. Komisioni thekson, po citoj si më poshtë, mungesë të fushës lojës të barabartë. Thotë se u keqpërdoren burimet publike. Pra thotë se shteti dhe partia u sollën një me këtë deklaratë. Me në kuptim, falni. Dhe se nuk janë zbatuar rekomandimet e OSBE-Odirit dhe Komisionit Venecias. Pra, nuk ka shkëlqim. Qytetarë dhe qytetare ju ftoj të lexoni raportin. Ky raport ka denoncuar degradimin e kontrollit parlamentar mbi qeverisjen. Raporti nënvizon, po citoj, parlamenti ka mbikëqyrje të kufizuar ndaj ekzekutivit. Kjo është e vërteta. Polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar. Kjo është e vërtetë. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. Kryeministri Edi Rama e cilëson si drejtues i skemave të aferave korruptive dhe për këtë arsye Sali Berisha deklaroi nga mbledhja e grupit parlamentar se Partia Demokratike do të nisë protestat deri në rrëzimin e qeverisë. Po kësaj herë ne nuk bëjmë atë analizë si përpara. Jo, kësaj herë kemi djallin për brësh. Kësaj herë do kapim Edi Ramën. Jo, nuk e pranojmë ne se e ka Lubia që ka fajtori kryesor për tunelin. Jo, nuk është fajtor kryesor. Fajtor kryesor është Edi Rama, pastaj vjen Lubia. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në mënyrë absolute do nisin protestat të cilat do ndalen etan e pitas gjersa Edi Rama të largohet nga ajo zyrë. Në qoftë se demokratët nuk shkojnë tek sultanit përballen me të, nuk kanë asnjë kredibilitet, asnjë të drejtë morale të shkojnë tek zgjedhësit. Jo, pra, kjo është afera ku mbreti ka dalë lakuriq. S'mund të pranojmë në sultaneshën për mbretin. Jo, atij do i përvishëm.